Unë nëse do e ndoja këtë vit 2025 në dy hapësira kohore, unë do e shifja kështu. Nga muaji prill deri në muajin tetor parafërsisht. Pra, muajin prill kur u certifikun rezultatet dhe u ditën pak a shumë se kush sa ka deputet, prej muajit prill, pra pjesën e parë, prej muajit prill deri muajin tetor, unë jam I bindur që pjesën kryesore të fajësisë për ato për mos zgjedhje të krye parlamentarit respektivisht për mos konstituim të kuvendit, unë e shoh tek lëvizja vetvendose. Për fat keq. Partia fituese. Partia fituese. Ka qenë qesharake, përmarre, zhgënjyese me I po, nëse nuk gaboj 57, rreth 50 seanca, ku I njëjti emën përsëritej. Ndonë se jepeshin shpjegimet se pse, qysh tek, shpjegime procedurale, ligjore, më thet thash. Mirë po, ishte e prapranueshme, pra që emri I një personit, kush do tjetë ai? Në rastin konkret I Alborina Haxhiut, t'jepet dhe t'kijet aso lloj seancash në mënyrë të pandërprerë. Pra, deri në momentin kur është zgjedh krye parlamentari, unë jam I bindur që fajet kryesore për fat keq po e them sepse siç dihen në 2021 kemi qenë shumica dërmuese e popullit I cili I ka vendos shpresat pikërisht në këtë parti politike dhe prandaj po e them për fat keq ka qenë lëvizja vetvendosje se ka mund të bëj kompromise. Mirë po, nga momenti kur është zgjedh krye parlamentari e sidomos kur është tentu të zgjidhet edhe kryeministri, I cili dështoi, pra Albin Kurti, dhe në momentin kur është propozu Glauko Njufca si kandidat, me gjithë kritikat që mund bëhen, sepse ka pas kritika nga ana valide, nga ana e partive opozitare, se si kjo është vetëm një ndryshim kozmetik, se gjoja pse Glauku nuk ka tentu me riformatu qeverinë, edhe pse ju me I thirr edhe partit opozitare, po sido që tjetë, Albin Kurti e ka lujt lojën jashtëzakonisht mirë, politike po flas. Se nuk po flasim këto që ta vlerësojmë kuptimin etiko-moral, ta vendosim në pjedestal, po në kuptimin si ta them, e ndryshimit 180 gradë situatës, e ka bën pikërisht me faktin që e ka nominu Glaukun. Edhe pikërisht Glaukun, sa mund ta kishte nominu edhe dikën tjetër. Mi po Glaukun, edhe siç dihet, Glauku, edhe nga prononcimet e vet përfaqësuesve të ndryshëm të partive opozitare, Glauku ka qenë si një figurë përbashkuese. Dhe Albini doli dhe tha, rregull, ju nuk po mdoni mua, ja unë po e bëj kompromisin. Ja ku e keni përbashkuesin Glauko Njufca. E këtu, kjo pastaj po lidhet me pjesën e dytë, se kush I ka pjesën e dytë fajt, këtu kanë bën një gabim drastik opozita që nuk e kanë votu Glaukun. Nuk e kanë votu Glaukun, për më tepër që dije se Glauku do të ishte një qeveri vetëm kalimtare. Domethënë ato arsye tjera se pse LDK që thoshte pse mos ta bëjmë një qeveri teknike dhe të ngjashmet nuk pinin ujë sepse fakti nominimit të Glaukut I çonte, si më thon, ujë mullinit të partisë Lëvizje Vetvendosje.